Kush mund guxoj të blej apartament sot në Tiranë? Punëtorët jo, po as shtresa e mesme. Të dhënat e fundit zyrtare për çmimin mesatar të apartamentit në Tiranë janë të vitit 2023 dhe aso kohë jepeshin si 1500 euro metri katror. Sot me të gjitha gjasat çmimi mesatar i ka kaluar 2000 euro te metrit katror. Nga ana tjetër paga mesatare në Shqipëri sipas Instatit është diku te 830 euro. Është tërësisht e papërballueshme për punëtorët dhe për profesionistët e pagë mesatare që të blejnë madje të ndërrojnë të blejnë një apartament në Tiranë. Zgjidhja nuk mund të jetë sigurisht që shteti t'ju ofroj kredi me zero interes të gjithë atyre që duan të blejnë apartament, sepse kush merr vesh nga ekonomia e kupton që kjo nuk do të ishte zgjidhja e vërtet, pasi do të inflaciononte akoma dhe më tepër çmimet e apartamenteve. Problemi me çmimet e banimit në Tiranë dhe qytetet kryesore të vendit ka të bëjë me faktin se ato janë artificialisht të larta, pra nuk reflektojnë zhvillimin normal të ekonomisë shqiptare dhe të ardhurat mesatare të qytetarëve. Ndaj Lëvizja Bashkë ka një program serioz të uljes së çmimit mesatar të apartamenteve në Tiranë dhe ngado nëpër zonat e zhvilluara të vendit. Duke nisur nga lufta kundër korrupsionit dhe pastrimit parave, në Tiranë që flasim ka rreth 51.000 apartamente bosh, nuk banohen nga askush, shumica prej tyre me gjas janë apartamente të lëna stok nga ata që merren me korrupsion, me krim të organizuar ose me spekulim imobiliar. Duke luftuar korrupsionin, pastrimin e parave edhe nëpërmjet një agjencie të re për integritet dhe luftë kundër korrupsionit, ne mundet të çlirojmë tregun e shitblerjes apartamenteve pikërisht që ky fundi të reflektoj ekonominë reale. Nga ana tjetër, duhen taksuar apartamentet e tepërta. Lëvizja Bashkë në programin e saj rritjen serioze të taksave për ata që gëzojnë apartamente 3, 4, 5 e kështu me radhë, duke i nxitur me masa fiskale ata që i zotrojnë apartamentet e tepërta që t'i fusin treg, t'i shesin ose t'i japin me qerat duke ulur kësaj çmimet për blerjen dhe marrjen me qerat apartamenteve. Nga ana tjetër ne duam të fuqizojmë seriozisht endin publik të banesave për ndërtuar apartamente të lira në tokë publike në Tiranë dhe në qytete të tjera, duke i dhënë frymarrje kësaj kërkesave të shtresave të gjera të popullsisë. Nga ana tjetër ne na duhet të kemi një sistem më të ndershëm taksimi ndaj ndërtuesve, në shumtën e tyre oligark, të cilët fitojnë në mënyrë të çmendur. Norma e fitimit në ndërtim është e tmerrshme, është disafishme e lartë se në sektorët e tjerë produktiv të ekonomisë. Për të gjitha këto, unë zotohem në emër të Lëvizjes Bashkë që do të ngrej zërin dhe do të artikuloj fuqishëm bashkë me tjerë deputetë të arshëm të Lëvizjes Bashkë në Kuvendin e Shqipërisë që këto masa të kthehen në realitet.